qofse doni t'jeni të gjithë jetën bashkëshort apo miq, e para është respekti dhe ndjesia për të ndihmuar njëri tjetrin. Tjetra, mendon ti që për 2 fëmijë, për çdo që ka fëmijë, njeriu më i dashur është babai dhe nëna? Absolutisht. Por nëse mua më lëndohet fëmia, qoftë edhe njeriu që mund të ketë bërë keq moralisht, keq fizikisht se bën njeri. Unë dua që fëmia të mos jetë i lënduar. E dyta, zuri jetë, pra zuri vënd në jetën time, vëndin më të madh. Nuk mundet të zëvendësohet babai i fëmijës me askënd. Dhe mos harroni, unë kam patur shansin të jem edhe artiste, edhe me famë, edhe me lek, edhe pa lek, më fali, edhe e bukur, edhe e shëmtuar, edhe e mirë në trup, edhe e deformuar nga lidhje. Unë kam kaluar gjithë fazat e jetës. Edhe kam rënë poshtë, edhe jam ngritur lart, vetëm një gjë do dini. Më fali, nuk dua ta them, por kam patur shumë preferenca, takoheshin me zyshën, të prezentoheshin me zyshën, të njiheshin me mua, të bëheshin miq apo të dashur. Kam provuar, kam hedhur një hap, jo, babai i fëmijëve. Nuk është dobësi, është një vend i rëndësishëm.